Me projektin politik të ndërtuar nga Jack Smith, të prezantuar Gjoja si aktakuzë juridike, Gjykata Speciale që nga nisja e procesit ndaj krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës ka ngritur shqetësime serioze për shkeljen e të drejtave të njerëzit përmes një gjykimi të anshëm, të fshehtë e të gjatë, me mos verifikim të provave, si dhe paraburgim për te çdo standardi ndërkombëtar. Në vend se të shërbenin si një roje e drejtësisë, duke garantuar barazinë e armëve të palëve dhe duke sfiduar provat e prokurorisë përmes materialeve dhe pyetjeve shfaqësuese, gjyqtarët e panelit në rastin kundër Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Prasnisit kanë bërë të kundërtën. Ishin shpesh si një zyrë speciale e prokurorisë. Koha e gjatë e tyre për marrjen e pyetjet të dëshmitarëve, pyetjet orientuese, hipotetike e spekuluese. So let me ask you again, maybe a speculative question. Hapja temave të reja që dilnin jashtë kornizës së aktakuzës është një metodë që ata kanë aplikuar dhe që përbën një rast të rrallë e shembull problematik në gjykimet ndërkombëtare. Mbrojtja ka sfiduar këtë praktikë. That is a prosecutorial question, not a judicial one. Duke theksuar se paraqet thellësisht një minim të drejtësisë të drejtat të akuzuarve për gjykim të paanshëm, si dhe krijon përshtypjen se prezumimi i pafajësisë të akuzuarve nuk po respektohet. Në shumë procese të tjera për krime lufte, përfshirë ato të Tribunalit Penal Ndërkombëtar për Ish-Jugosllavin, lirimi i përkohshëm i të akuzuarve në faza të ndryshme të procedurës ka qenë praktike zakonshme. Por kjo nuk ka qenë e tillë në procesin kundër 4 SOUÇK-s. Ata përmbahen në paraburgim që nga 5 nëntori vitit 2020, duke kaluar 5 vjet e 3 muaj të mbyllur me refuzime të vazhdueshme për mbrojtjen e liri. Garancitë ofruara nga Policia e Kosovës për mbikëqyrjet e të akuzuarve në rast të lirimit të përkohshëm nuk kishin bindur gjyqtarët në Hagë dhe ky është një fakt shqetësues që tregon se kjo gjykatë supozuar të jetë kosovare nuk pati besim në Policinë e Kosovës e vlerësuar gjithësisht për profesionalizëm. Një gjykim në afat kohor sa më të shpejt është një tjetër e drejtë që garantohet nga Konventa Evropiane për të drejtat e njerëzit, por që nuk gjeti zbatim në procesin kundër krerëve të UÇK-s. Prokuroria premtoi nisjen e gjykimit në verën e vitit 2021. In the SPO's view, there is no reason why this case could not start in the summer of 2021. Por kjo ndodhi tek në prill 2023. They were claiming that they could be ready for trial in June of this year. That was a lie. Zgjati me dëgjimin e dëshmitarëve deri në dhjetor 2025 dhe do të mbyllet në shkurt me fjalët përfundimtare për t'i hapur rrugë nxjerrjes së aktgjykimit brenda 90 ditëve. E drejta për gjykim të hapur është një parim universal, por në çështjen ndaj krerëve të UÇK-s kjo drejtë u shkel dhe gjykimi i mbyllur ishte rregulli, ndërkaq hapja ishte e pazakonshme. Court officer, please bring us into private session. Private session. Move to private session. Private session. Private session. Private session. Private session. Private session. Please, private session. Në dhomat të specializuara të Kosovës, prokuroria ka paraqitur 263 dëshmitar. Prej tyre, 138 janë dëshmi të dorëzuara me shkrim për të cilat publiku nuk di absolutisht asgjë, ndërsa rreth 70 të tjerë janë paraqitur në seanca të mbyllura. Vetëm rreth 50 dëshmitar kanë qenë të hapur për publikun. Qytetarët e Kosovës me këtë mbyllje dere nga gjykata u përjashtuan nga mundësia për ta kuptuar vërtetësinë e provave, besueshmërinë e dëshmitarëve, metodat e prokurorëve, pozicionimin e gjyqtarëve dhe argumentimet e ekipeve mbrojtëse. Vërtetësia e provave ishte një betejë vazhdueshme në sallën e seancave në Hagë. Mira dokumentet të prokurorisë janë pranuar nga paneli si prova pa asnjë proces të verifikimit të filtrimit. Përkundërsa ato nuk kishin as nënshkrim, as datë, as autor dhe nuk dijej as origjina e tyre. It is a document that's unsigned, not stamped. The witness himself has said he noted there was no seal of the zone. So we have no idea where this document came from. The objections overruled. The document will be admitted. Një nga rastet ishte me një ditar lufte i pretenduar të jetë një ushtar i të UÇK-s, që u pranua si provë megjithëse kishte dyshime të forta nga mbrojtja se ai ishte i manipuluar dhe se paraprakisht kishte qenë në duar të shërbimit sekret serb. Ky proces ka qenë shtrembruar juridikisht. Duhet të jetë një alarm që shkund burokracinë evropiane. Me zellën e saj për themelimin e kësaj gjykate, premtoi respektim të standardeve të drejtësisë, ndërkaq tash hesht dhe jep krah shkeljes së të drejtave të njerëzit, ligjeve e konventave ndërkombëtare
si dhe përsekutimit politik e njerëzor të 4 figurave të rëndësishme të shtetit Kosovës.